Kjo është historia ime në 1 minutë. Që në fëmëri jam angazhuar me muzikë. Me Elvis Presley në njohur në vitet 84-85. Kuptohet që shqip një fshehur si atëherë, sepse të fusin në burg. Aq më tepër që kisha të bëjnë tim oficer. Ishin 2 gjëra domosdoshmë që i kisha paralel. Në dashuria për pasionin, për muzikën e rock and rollit dhe dashuria për nusën time, e cila më ka dhuruar dhe 3 fëmijë, të cilat i kam të 3 këngëtarë. Zoti që nga i madh ma ka bërë dhurasin vazhdimin e anë besime dhe goca sot e kësaj dite ka bërë dhe albumin e vetë në Nashville, Tennessee. Unë e konsideroj veten një artist, taksist brenda punës time, do bëj karaoke edhe me turistët, arrita të bëj për 180 këngë realizimet e Elvis Presley. Elvis Presley është për mua është mbas Zotit është një Zot i dytë. Është magji. Qëllimi im është të lej gjuhën tek rinia, tek brezë i ri që të merren më shumë me sport dhe me muzikë. Unë quhem Arian Kumria.